Kush është personazhi kryesor? Personazhi kryesor është Luli, i Vocër. Cilat ishin qëllimet e poetit? Qëllimet e poetit ishin të shkruante varfërsinë. Çfarë ndjen mësuesi për Lulin? Dashuri. Mësuesi për Lulin ndjen dashuri. Dua shoh me Lulin? Jo, sepse ai i ri vetmuar. Çfarë pëlqen Lulit të shokut? Lulit të shokut i pëlqen çizmet e ndryshme. Çfarë nuk mund t'i dhurojë Luli mësuesit? Luli nuk mund t'i dhurojë mësuesi lule rrjollës. Kush e ka shkruar pjesën Luli Vocër? Migjeni. Pjesën Luli Vocër e ka shkruar Migjeni. Se Luli nuk e njeh askush? Sepse Luli i ri i vetmuar. Çfarë i tërheq vëmendjen Lulit kur luan me shokët? Luli i tërheq kur luan me shokët të çizmet që shkëlqejnë. Pse Luli ndihet mirë njohës ndaj mësuesit? Sepse mësuesi jep dashuri. Cilat ishin mënyrat që përdorte mësuesi? Ai përkodhente fytyrën dhe e puftet e kusha. Se Luli i ri i vetmuar? Sepse Luli ndihet e veçantë nga pjesa ekonomike monetare.